përket këtij procesi me rëndësi, do të diskutojmë me ish-deputetin e LDK-s Adem Saliaj, që është në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për jush. Diskutime mes kryetarëve të partive, vetëvendosja PDK-ja edhe LDK-ja, partitë që mund ta krijojnë një shumicë nevojshme prej 2 të tretave për procesin që është vendimtar, nëse shkojmë apo jo në zgjedhje, çështu duken fillimisht takimet mes kryetarëve të partive. Unë mendoj se tash është një çështje krejt tjetër krahasuar me atë para zgjedhjeve të dhjetorit, dhe partitë politike kanë vullnet për gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit. Unë mendoj se janë rrugë të mirë dhe jam i bindur që do të gjendet një zgjidhje. Tash cila do të jetë ajo do të varet shumë prej vullnetit të gjitha partive, fakt partive kryesore, dhe unë mendoj që zgjidhje ka mundësi të ketë nëse vullneti është i sinqert. Pra, nëse kjo çështje tash është e sinqert dhe nuk bën kalkulime të ndryshme, atëherë zgjidhja ekziston. Ku ekziston zgjidhja? Nuk janë pajtuar që duhet të ketë marrëveshje politike ose konsensus politik në parim, por pa një emër konkret që është ndër pikat më të rëndësishme për ta zgjidhur këtë çështje. Unë mendoj se nuk e di çfarë marrëveshje në parim mund të jetë nëse nuk përmendet një emër. Pra, çfarë marrëveshje politike mund të ketë nëse një emër s'është përmendur dhe nuk ka pajtim të plot rreth atij emri. Pra, çështja është e emri, unë mendoj se marrëveshje politike çfarë mund të kishte nëse jo për një emër të caktuar. Ndoshta ka mundësi të ketë një marrëveshje edhe rreth parimeve, rreth neutralitetit të presidentit tashëm, që të mos ketë anime partijake e tjera, por që nuk besoj që çon pesh shumë një marrëveshje e tillë, sepse në politikë gjërat ndryshojnë, sot bëhet një marrëveshje, nesër si përmbahen, pastaj mundësitë për ta prishur atë marrëveshje nuk ekzistojnë për shkak se s'mund bëhen votat e tjera. Unë mendoj se marrëveshja në fakt pa i komplikuar gjërat dhe proceset duhet të bëhet për një kandidat caktuar dhe pastaj tecet përpara. Të mos shkohet në atë stilin e para zgjedhjeve të dhjetorit që u bën një blokadë, pothuajse një vjeçare dhe s'u bë asnjë zgjidhje. Veç problemi ose dallimi mes situatës aktuale dhe ngërçit të vitit të kaluar është që këtu ka afat kushtetues deri javën e ardhshme me 4 mars dhe nëse kalohet ky afat, vendi shkon në zgjedhje. Po patjetër, nëse deri me 4 mars nuk zgjedhet presidenti, atëherë Kosova shkon në zgjedhje të reja. Në fakt janë edhe 4 muaj një mundësi e shtyrjes, por jo e evitimit të zgjedhjeve. Pra, mundet kryetaria e kuvendit ta ushtrojë detyrën e presidentit 2 herë nga 2 muaj, po pastaj shkohet në zgjedhje. Pra, nuk ka zgjedhje tjetër. Unë mendoj se ka mundësi të bëhet një zgjidhje, themi, që të ndryshohet gjatë këtyre 4 muajve kushtetuta dhe presidenti të zgjedhet me vota drejt për drejta të qytetarëve. Unë mendoj kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, por tash në këto rrethona, në këtë situatë, nuk e di sa është kjo e mundur edhe sa ka vullnet që të bëhet kjo. A ka nis vonë këto diskutimet politike për këtë temë? Mendoj që vonë gjithsesi po, por vonë ka qenë edhe për gjitha çështjet tjera, edhe për kuvendin, edhe për qeverinë. Pra, mas zgjedhjeve të dhjetorit, derisa u shpallën rezultatet, nuk mbeti shumë kohë që të zgjidhet edhe ky problem. Siç pa thënë kryeministri, janë çështjet me përparësi, pra konstituimi i kuvendit, miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, buxheti, pastaj erdhi edhe çështja e presidentit. Unë mendoj se nëse ka vullnet, është pak vonë, po zgjidhje ka. Po nëse është vonë, është ky presioni i kohës ku duhet gjendet emri shpejt. Nëse ka çësje të ndryshme politike, edhe sa i përket emrave të përveçëm, edhe sa i përket profilit potencial të presidentit, a ka ende hapësirë për diskutuar, për të takuar sërish kryetarët e partive parlamentare, për të diskutuar disa emra në tavolinë? Komoditet nuk ka, sepse është vetëm një javë këtu në dispozicion, dhe unë mendoj që edhe alternativat shumëta nuk ka. Tash përmendet presidenti e tashme Vjosa Osmani, përmendet një emër nga familja Jashari, tash alternativë tretë s'po shohim, tash për tash.
madje asnjëra prej partive politike momentalisht nuk e përmend asnjë emër, as këta dy që i potencova, po unë mendoj që aludimet janë aty, për një konsenzus eventual, ndoshta një kandidat nga familja Jashari është më i mundur, por që unë them që do të pasur kujdes për kandidatin sepse nuk është e mjaftueshme të jetë nga një familje që ka sakrifikuar shumë, por duhet edhe një profil politik që garanton që kjo detyrë kryhet me sukses. A është proces që duhet lidhet domosdom me profilin familjar ose me sfondin ta zëm të një familje heroike, të respektuar në gjithë Kosovën, sikurse familja Jashari, është çështje që duhet të diskutohet për të unifikuar partitë parlamentare? Unë mendoj se si kriter s'do duhet ishte, sepse aspektet e sakrificave janë aspektet të tjera dhe profili politik është tjetër, por nëse në këtë kontekst, pra mund gjendet një figurë e asoj familje që mund të plotësoj një profil politik të presidentit Kosovës, nuk ka asgjë të keqe. Përndryshe, unë jam gjithmonë i prirur që të mendoj se ne para zgjedhjes na duhet profili personalitetit që duhet bëhet president dhe pastaj natyrisht që është shumë e dëshirueshme dhe i bander edhe funksionit presidentit nëse është nga një familje që ka dhënë shumë për Kosovën, ka sakrifikuar. A ka emra tillë në familjen Jashari, a konsideroni? Unë mendoj tash për mendimin tim janë dy emra, po nuk e di sa i baj shërbim çështjes që ti përmend, por unë mendoj se Murat Jashari dhe Bashkimi Jashari janë dy emra që mund vinë konsiderim. Nuk di shumë për profilin politik të tyre, më shumë dim për Bashkimi Jasharin si komandant i FSK-s. Është një ushtarak shumë i zotit që e ka ngritur nivel shumë të lartë FSK-n, pra është një niveli që ja kanë lakmi edhe shtetet për rreth të rajonit, por që ai nuk ka një profil politik edhe nuk e di si do të gjendej në pozitën e presidentit, por një njeri që ka për kushtim dhe vullnet madh mund ta bëjë edhe këtë. Po edhe Murat Jashari, një intelektual, një profesor që ka profil të lartë në atë kuptimin e akademikut, unë besoj që mund ta jap kontributin edhe në Bashkimi Jashari dhe Murat Jashari. Po, a besoni që mund të ketë ose debat, ose diskutim, nëse vihet në çështje votimi i një antarit familjes Jashari për president, apo është, po e them kushtimisht tabu që as partitë politike të mos guxojnë me shtrisë si diskutim politik pastaj? Si përvoje jona në Kosovë, unë mendoj që nuk do të ketë ndaj farë debati për këtë çështje. Unë mendoj se më shumë do të përcaktohet familja për cilin kandidat të shkoj për president, se sa dikush prej partive politike. Edhe unë mendoj që duke morë parasysh se nuk kemi shumë alternativa, edhe një debat ndoshta do të ishte kundër efektiv, nuk do të kontribuante shumë në këtë çështje. Me që filluan tash me kandidaturat, presidenti aktuale, Vjosa Osmani, është duke shprehur vazhdimsi ambicien për një mandat të dytë. A besoni që tashmë është largu si opsion në bazë të deklarimeve të deri tashme, megjithatë jo me emra konkret, por as në përkrahje publike, qoftë vetëvendosjes, qoftë të partive opozitare, karshi zonjës Osmani? Unë e kam thënë shumë herë se zonja Osmani ka pasur një performancë shumë mirë si presidente dhe i ka sjellë shumë të mira Kosovës edhe në takimin ndërkombëtar edhe në Kosovë. Pra ka arrit që Kosovën ta ngrisë në një piedestal shumë të mirë, shumë të lakmueshëm dhe bashkia ndërkombëtare përmes saj ka krijuar edhe një simpati dhe një përkrahje për Kosovën. Megjithatë tash rrethonat janë të tilla që është vështirë të sigurohen votat për zonjën Osmani. Është vështirë të sigurohen. Është vështirë sepse nuk presim që të ketë vota nga PDK-ja dhe AK-ja për zonjën Osmani, mund të ketë vota nga LDK-ja, edhe atë jo të gjitha të sigurta, pra jo të gjitha 15 votat e sigurta,
po dhe tjenë të 15 votat e sigurta, është pak vështirë të hyjet në proces me 80 ose 81 vota, sepse nga përvoja jonë në Kosovë dihet që në momentën e fundit ndonjë deputet me ndonjë arsye ose pa asnjë arsye mungon ose e ndryshon qëndrimin ose bën presionet ndryshme e tjera dhe dështon procesi. Pra është me rrezik të shkohet në atë formë, veçanërisht nëse LDK-ja nuk garanton për ato 15 vota që i ka në kuvend. A besoni që lëvizja vetëvendosje, subjekti që ja mundsoi mandatin e parë me marrëveshje politike, megjithatë Vjosa Osmanit po e përkrahtash? Unë mendoj që nuk është në pyetje për krahja, në pyetje është konteksti i mundësisë së zgjedhjes së saj. Pra, zoti Kurti s'ka përmendur deri tash as emrin e Vjosës as dikujt tjetër, sepse ka rezerva të mëdha se a do të mund të sigurohen votat apo jo. Ai thotë që i ka në rastin më të mirë 66 vota. Sa i ka dhe qeveria që është? Por që nuk i ka të sigurta vota tjera për të arritur 80 ose 81, a i thot do t'i kemi të sigurta 84, 85, që në mënyrë që 80 jenë sigurta. Pra, unë mendoj që arsyeja është aty, jo arsyeja që ai nuk e përkrah si kandidat e zonja Osmani. Pra, nëse ai del që e përkrah zonjën Osmani dhe ajo kandidat dhe dështon zgjedhja e saj, atëherë edhe për zonjën Osmani, edhe për vetëvendosjen, nuk do t'jetë një situatë e mirë. Pra, unë mendoj që hezitimi ka të bëjë thjesht me votat, jo diku tjetër. Pra, ju besoni që Kurti në këtë rast është pro një mandatit të dytë për Osmanin, por veç nuk i ka votat e mjaftueshme për ta çuar përpara. Unë mendoj se problemi është e votat, nuk është diku tjetër. Nuk është që ka mos pajtim ose përplasje. Unë s'kam parë spaku publikisht në zdim që kishte ndonjë përplasje. Se edhe shefja e grupit parlamentar, Arblina Agafsi, sot e tha që 2021 tazëm, kur është bërë ai koalicioni i famshëm vetëvendosje lista Guxo e Vjosa Osmanit, është përmendur që kandidat për kryeministër është Albin Kurti, kandidate për president është Vjosa Osmani dhe me atë është shku edhe në fushat në diskursin elektoral. Tash në zgjedhjet e 28 dhjetorit, fushata ka qenë e koncentruar veç për qeveri, nuk ka pas premtime sa i përket presidencës. Po, për shembull, në zgjedhje është shkuar që para një viti, kur presidentja ka pas edhe një vit mandat, edhe s'ka pas ndonjë arsye që të cekët në atë periudhë kandidatura për president, atëherë Vjosa ka arrit ta ketë përkrahjen e LDK-s, dhe LDK-ja atëherë kishte shumë vota se tash, dhe nuk vjen pyetje mundësia e zgjedhjes ose mundësia e dështimit. Tash është situatë krejt tjetër edhe... Megjithatë edhe asë kohë ka pas matematikat ndryshme. Ka pas gjithsesi, deputet nga PDK-ja ose Adem Hoxha e të tjera. Po, Vjosa në mënyrë interne ka ditur që do ta ketë një përkrahje prej LDK-s. Dhe si po e sheh pra këtë pozitën aktuale të presidentes Vjosa Osmani, edhe dinamikën diplomatike që ka ushtruar sidomos në vitin e fundit, duke tentuar ndoshta të bindë edhe sferën politike parlamentare që e meriton një mandat tjetër? Shikoni, në politikë është çështja e numrave, është çështje pragmatike, është çështje që bëhet diçka ose s'bëhet. Nuk po flasim këtu se a meriton, unë mendoj që e meriton, edhe ka pas një performancë shumë të mirë si presidente, por që konstelacioni i numrave s'ja lejon tash edhe një mandat të ri. Edhe në politikë janë këto gjëra që ndodhin, kërkush se ka të përjetshëm asnjë funksion, asnjë pozitë, edhe do t'i kemi parasysh rrethonat pra. Osmani ka treguar që edhe nëse nuk bëhet presidente, do t'jetë e angazhuar në çështjet publike. Ku është ardhmën e saj nëse jo në presidencë? Unë mendoj se duhet pyetur ajo e ka një thash për tash një parti, listën Guxo. Besoj që do të angazhohet aty. Është partneritet me vetëvendosje. Po, nëse s'ka ndodhur diçka në ndërkohë derisa ka qenë presidente, edhe mund të angazhohet aty. Unë shoh një mundësi, të themi më shumë teorike, sepse në praktike ende s'kemi parë hapa të duhur, por që lista Guxo dhe LDK-ja, që janë një brom, kanë dalë prej një partije, unë mendoj se duhet të nisi një proces të bashkimit mes veti,
edhe do të bëj një parti e mirë, një parti që përkrahet nga elektorati ynë, dhe një parti që do të bëj faktor sërish, një faktor serios në skenën politike Ista të guxo, Kosovës. partia guxo në këtë rast, është subjekt i regjistrum, po thoni që duhet të kthehet në LDK ose të bashkohet, të largohet nga partneriteti me vetëvendosjen. Unë mendoj që duhet, dhe unë mendoj që kjo Kush mund ta bëj këtë bashkim? Këtë bashkim mund ta bëjnë Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku, po themi kështu simbolikisht sepse e bëjnë kryesit, natyrisht edhe vullneti elektoratit. Dikush që ju prin. Po, natyrisht ju prin kryetarët e dy subjekte, edhe unë mendoj se kjo mund të bëhet dhe do t'jetë e mirë edhe për këta dy, edhe për vetë partit, sepse LDK-ja sigurisht që do të bëjnë subjekti dytë për nga numri votave në Kosovë, edhe sigurisht që do të luante një rol të rëndësishëm, si që ka luajtur për më shumë se 3 dekada. Osmanin po e shes si opozitare të Kurtit në këtë rast, apo jo? Po, tash varet për zhvillime, deri tash nuk ka qenë opozitare, po në politikë ndryshojnë gjërat. Një periudhë ka qenë, një periudhë mund të mos jetë, janë gjëra që ndodhin, ne du të shojmë interesat më të mëdha se sa interesat e ngushta. Nëse vetëvendosja nuk ja siguron të paktën votat e veta, ose ta jep për krajën publike, a mund të reagoj Osmani që pastaj të shkëputet politikisht edhe në aspektin e partneritetit? Nuk di ta them këtë, është pak vështirë të supozojmë gjëra të tilla, sepse njerëzit i shohin përveç gjërave të mëdha i shohin edhe interesat e tyre, dhe nuk e di ajo si ka definuar interesat e veta, nuk e di a do të largohet apo do të mbetet aty. Kanë edhe hisën qeveri të Kosovës, pra, edhe i kanë edhe interesat e tyre, mund të bëhen edhe kombinimet të ndryshme, në ndërkohë, nuk di çfarë ndryshime tjera, por varet thjesht se si e gjen veten, ku e gjen veten, a e gjen aty, a e gjen në një mundësi të bashkimit me LDK-n, por unë po e them këtu më shumë si disponim i elektoratit LDK-s, do të ishte shumë e dëshirueshme që ajo bashkë me listën guxo të kthejnë LDK, dhe LDK-ja do të merrte një infuzion shumë të mirë që të ringritet edhe të bëhet një parti me ndikim shumë të madh në Kosovë. Veç ajo që kemi pa gjatë fushatës, sidomos, është një raport shumë i largët mes Partisë Guxo dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, sidomos i dy bashkëkryetarëve, Donika Gërvallës edhe Faton Pecit, Karshi Lumir Abdigjikut dhe të tjerëve në LDK. Kjo ka mundësi të jetë, ndonë se unë mendoj që Vjosa i ka ruajtur disa raporte me Lumir Abdigjikun, pra shihet që i kanë disa raporte të mira, por unë thash që do të varej jo vetëm prej këtyre dy kryetarëve, po do të varej edhe prej kryesive, edhe prej elektoratit, varësisht si definojnë interesat e tyre. Pra, kjo ka të bëjë edhe me interesat, sepse edhe politika është një farë mënyre interes, edhe shtetëror, edhe individual, kështu që varet çfarë interesa kanë ata. Tash, a do të ishte ndoshta zgjidhje më e mirë nëse partitë politike kanë emrat të tyre për kandidat për president, qoftë antar me librez, siç u tha dje pas takimit, qoftë figura jashtë partisë, nga akademia, nga lobi shqiptar jashtë Kosovës, nga diplomacia, nga figura tjera me peshë publike, a do duhet ishin më shumë emra në tavolinë, kur janë veç edhe një javë në pyetje? Shikoni, partitë politike si përmendin emrat veç sa për t'i përmend, nëse s'janë bindur që do të mund të shtyhen përpara. Paktën të matej pulsi publik, pak a shumë edhe me familjen Jashari, kështu po ndodh që një kohë. Po matet edhe pulsi publik, përveç gatishmëria e partive politike për ta japë përpara. Po në këtë situatë, për shembull, PDK-ja s'mund ta përmend një emër nga partia e saj, sepse nuk i ka as 30 vota për të siguruar në shkrimet. Pra, njësoj ndodh edhe me LDK-n edhe me AK-n. Dhe këto në mesvetin... Nga AK-ja ka pas akter, jo Ramush Haradinaj, po ka pas akter të tjerë që kanë sjellë në diskutim, çështjen e Haradinajt për president. Jo, e ka sjellë edhe vetë Haradinaj, dhe ai vetë ka thonë që është i gatshëm të marrë përgjegjësi e tjera, mirë po gjasat në praktik nuk janë që ai të siguroj vota as për
as për nominim, të mos flasim për zgjedhje, sepse duhen 80 vota, duhen fillimisht 30 vota për kandidatur, pastaj 80 vota për të zgjedhur. Dhe asnjëra prej partive, nëse nuk bashkëpunojnë me vetin, nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë. Pra nëse PDK-ja qet një kandidat si ka 30 vota, mos flasim për atë 2/3 ose LDK-ja, në anën tjetër e tjera, dhe këta nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë me veti, sepse edhe nëse i bëjnë 30 vota për nominim, s'mund t'i bëjnë 80 vota për zgjedhje. Pra nuk e hynë këti procesi, nuk qesin emra, sepse veç mund të digjen ata emra dhe të mos bëhet asgjë. Pra hezitimi ka të bëjnë me këtë, sepse gjasat për të zgjedhur një kandidat nga një parti opozitare nuk ka. Po ashtu është e njëjta situatë edhe me vetëvendosjen. Pra vetëvendosja i ka 50 deputet, por nuk e ka mundësinë që ta zgjedh një kandidat nga vetëvendosja, sepse i duhen 80 deputet. Dhe skenari i fundit është që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, nëse nuk ka votat mjaftueshme. Edhe në këtë studio, edhe në diskutime tjera publike, po përmenden disa qasje. E para është që nuk i konvenon partive opozitare që të shkohet sërish në zgjedhje për shkak të rezultatit të dhjetorit dhe mundësisë për të rënë edhe më shumë në përqindje. Tjetra është që as lëvizjes vetëvendosje nuk i konvenon të shkohet sërish në zgjedhje, duke pas parasysh që nuk është periudhë ku ka prezencë të mërgatës ose çështje të tjera të organizimit. Ka edhe këto kalkulime të partive, matje të elektoratit, sondazhe, krejt të çështje që e din sa përqind potencialisht do t'jenë? Unë mendoj se shkuarja në zgjedhje të reja para zgjedhjes do ta dëmtonte shumë Kosovën, do ta dëmtonte imazhin e saj para bashkisë ndërkombëtare, për arsyen e thjeshtë se po tregohet e pa oftë që ti ketë institucionet shtetërore të qëndrueshme. Pra, ky është problemi numër 1. Problemi numër 2 është që është e panjohur se si do dalin partitë politike në zgjedhje të reja. Pra, askush nuk e di një rezultat sakt dhe kanë frikë gjithë prej kësaj. Pra, jo vetëm PDK, LDK, AK, po dhe vetëvendosja nuk e di sakt si do dalë për arsyet që i the edhe ti. Pra, ndoshta një faktor këtë që do të ndikoj është edhe sezoni, i cili nuk është i përshtatshëm që të vinë për beqartë, ndonë se ata mund votojnë edhe prej atje, pra nuk ka ndonjë pengesë që të mos mund votojnë, por se ata, duke marrë parasysh se nuk janë të shkathtë në shfrytëzimin e këtyre mundësive elektronike të internetit e tjera, ma shumë kanë preferuar që të vinë të votojnë drejt për drejt se sa... Nuk janë të shkathtë, thoni. Nuk janë të shkathtë sepse ka njerëz atje që s'janë të shumë të aftë merren me këto çështjet të internetit. Pra, unë mendoj se ka të panjohura, por megjithatë unë mendoj që rreziku më i madh është për partitë opozitare, sepse trendi është i tillë, pra trendi në dy palë zgjedhje është i tillë, partitë opozitare në dy palë zgjedhje, edhe ato lokale, edhe ato të dhjetorit kanë pas rënje, kurse vetëvendosja ka pasur ngritje. Pra, një trend është i papërshtatshëm për partitë opozitare. Megjithatë nuk ka asgjë të sigurt për asnjërin prej partive dhe dëmi më i madh nuk do të jetë për partitë, cili do që të jetë rezultati, dëmi më i madh do të jetë për Kosovën, sepse edhe më tepër se një vit tash po bëhen, sepse zgjedhjet janë mbajtur me 9 shkurt të vitit kaluar, tash e kemi kaluar 9 shkurtin, po hym në një vit e gjysmë pa i pasur të kompletuara të gjitha institucionet. Për çështjen e presidentit, marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe opozita ka rolin e vet për shkak të numrave, po a keni njësi matse, po e them kështu kushtimisht, për peshën politike që ka opozita karshi lëvizjes vetëvendosje, që edhe kësaj here i ka mbi gjysmën e votave vetëm? Shikoni, zhvillimet gjatë vitit fundit kanë qenë të tilla që dukshëm e kanë defaktorizuar opozitën. Pra dukshëm për shkak të rënjes së numrit të votave, numrit deputetëve e tjera. Dhe unë mendoj që opozita nuk e ka më një rol të fuqishëm çysh e kishte
para 28 dhjetorit. Unë mendoj që opozita bëri gabim të madh që për 9 muaj më tepër i bllokoi institucionet e Kosovës dhe kjo ju faturua nga elektorati, pra ju faturua si diçka që elektorati se nuk e akceptoi. Dhe unë mendoj që opozita me këtë qasje që e kishte një qasje refuzuese, bllokuese, ka humbur dukshëm mundësinë që tjetë një faktor më i madh se sa është tash momentalisht. Flasim edhe për zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Pati një proces të brendshëm për shkak të ofrimit të dorëheqjes tek kuvendi i LDK-s nga kryetari, po them, i rikonfirmuar Lumir Abdigjiku. A besoni që LDK-ja është më e fortë se sa para këtij procesi? Jo, LDK-ja nuk është më e fortë, LDK-ja është më e lënduar. Më e lënduar. Po, është më e lënduar kur u mbajtën zgjedhjet lokale dhe LDK i humbi 2 komuna. Unë i sugjerova Lumir Abdigjikut jo me asnjë qëllim të keq, me qëllim të mirë që t'jap dorëheqje dhe të hap rrugë, sepse nuk ishte problemi vetëm i zgjedhjeve lokale, problemi ishte i trendit. Pra tendenca po shkonte në dobësimin e LDK-s. Dhe unë i sugjerova që t'jap dorëheqje sepse ishte në të mirën e LDK-s. Para zgjedhjeve dhjetorit. Para zgjedhjeve dhjetorit, po kur mbajtën zgjedhjet lokale, sepse shihej tendenca, shihej trendi ka po shkonte. Në fakt, ai edhe krejt kryesia LDK-s e morën si një sulm ndaj LDK-s, pra, që as pak se kishte atë qëllim, pra prononcimi jemi ishte dashamirës, dhe tash në zgjedhjet e 28 dhjetorit u konfirmua ajo që unë supozova dhe LDK-ja ra mjaft shumë, ra në 13%. Unë mendoj që LDK-ja ka rrezik ende të rënjes, për shkak se edhe pse Lumir Abdigjiku ofroi dorëheqje, por nuk ishte i sinqert në atë ofrimin e dorëheqjes, ofroi dorëheqje në fakt për ta manipuluar kuvendin që të mos jepte dorëheqje, të mos pranojë. Abdigjiku manipuloi kuvendin e partisë. Manipuloi sepse ofroi një dorëheqje, jo të sinqert, jo të vërtet, nuk dha dorëheqje, por ofroi me kushtin që ta pyes kuvendin nëse e pranon, nëse se pranon. Është legjitime kjo? Jo, sepse me statut LDK-s nuk ka diçka tillë, pra ka vetëm dhënje të dorëheqjes dhe ajo nuk diskutohet sepse edhe pse vota ishte e fshehtë, nuk ishte asgjë me rëndësi, po ai rruga e mirë e tij nuk duhet ishte të ofronte dorëheqje. Por ose të jepte dorëheqje, ose të kërkonte votbesim. Pra, kjo që ndodhi në kuvend duhet të ishte votbesim, jo votimi dorëheqjes, se s'ka me statut LDK-s nuk ka votim të dorëheqjes, por ka votbesim. Pra, ai nuk duhet të ofronte dorëheqje, me që se ka pas qëllimin që t'jap dorëheqje, por duhet të kërkonte votbesimin. Pra, pas rënjes në 2 palë zgjedhje, ai duhet ta pyeste kuvendin e LDK-s se a meriton ai të vazhdoj këtë pozitë ose të hiqet nga kjo pozitë. Pra, zgjidhja e mirë e drejtë, qasja e mirë do të ishte kjo, të kërkonte votbesimin ose të jepte dorëheqjet pa revokueshme. Pra, jo në këtë mënyrë siç e bëri, edhe ofroi dorëheqje, edhe nuk dha dorëheqje, edhe tash i fitoi aty 55% vota, por 45% ishin kundër, edhe është një numër i madh që e lëndon LDK-n. E lëndon LDK-n në proceset e ardhshme. Pra, unë sinqerisht, unë jam një LDK-ist i flakt gjithmonë kam qenë, edhe një rrugovist, edhe përjetoj keq këtë rënje të LDK-s, veçanërisht ky trend është shumë i rrezikshëm, sepse duket qartë që ka mundësi të ketë rënje përsëri. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, unë kam frikë që LDK-ja sërish mund të ketë rënje dhe kjo është jo vetëm për LDK-n që është tepër e keqe, po është për vetë Kosovën, sepse skena politike e Kosovës varfrohet nga një vlerë e madhe që ka pas LDK-ja e që mund ta ketë edhe në të ardhmen. Dhe pati diskutime publike kështu në mënyrë të hapur edhe përmes postimeve në rrjetet sociale e gjëra të figurave që kanë peshë elektorale, sidomos zgjedhjet e fundit, Hikmete Bajrami, Abdullah Hoti, Arben Gashi e të tjerë
A besoni që tash që janë pjesë e grupit parlamentar, edhe si grup parlamentar, LDK-ja, mund të qaloj në nismat e veta, në çështjet, në qëndrimet, ju e thatë që edhe për çështjen e presidentit, ta zënë për Vjosa Osmani, nuk do të votonin gjithë njësoj, por edhe për çështje tjera që i qonë partia përpara në këtë mandat, si opozit. Unë thash që LDK-ja në këtë proces që ndodh dhe është lënduar, pra është lënduar edhe është edhe tash tutje e lëndueshme, sepse është krijuar një ndasi brenda kryesisë LDK-s, ka pas konfrontime mjaft të ashpra, edhe shije edhe në kuvend një gjë e tillë. Tash rreth nisma nuk e di çfarë nisma mund të ketë LDK-ja aty, por që unë thjesht kam frikë që edhe atë unitet që e kishte, pra me aq pak përqindje të fituar, e kanë lënduar. Dhe nëse është e lëndume, kush e shëron? Unë i pata propozuar, unë për vete kam dhënë ndërheqjen nga të gjitha funksionet, jam veç antar i LDK-s. Unë i pata propozuar kryesisë që të mbaj zgjedhje nga nëndegt. Nga nëndegt e degt edhe të kuvendi i LDK-s, dhe të mos mbaj zgjedhje shpejt e shpejt, të mos improvizoj, por të mbaj zgjedhje të vërteta, nga dalë me debate, kështu të qeta të mira, që vetë elektoratit të vendosën në një mënyrë se si do të ringris LDK-n. Pra, unë mendoj që edhe tash është rruga e vetme më e mira që LDK-ja të rimë këmbët, sepse veç elektorati është ai që e ngrit. Edhe unë mendoj që gjatë atij procesi, po të mbaj, po të zhvilloj një procesi qeti, mirë, pa tensione, me një debat shumë konstruktiv, do të dilnin kandidat të ndryshëm, edhe gjatë asaj fushate të zgjedhjeve, dhe elektorati në një farë mënyrë që nga nëndegt, që nga baza do të shprehte vullnetin e tij, edhe për një kandidat cilin do të dëshiron të ishte në kryet LDK-s. Unë në këtë mënyrë i kam parë proceset, nuk ndodhi kjo, tash mund të shkoj LDK-ja dhe një periudhë vështirë ka të ringritet dhe ndoshta do të rikthehet aty ku thashun. Do të bashkohet me partinë Guxo? Edhe nëse bashkohet me partinë Guxo, unë mendoj që rruga e vërtetë është me i mbajtë zgjedhjet që nga fillimi. Edhe nëse bashkohen. Pra, ajo është rruga më e mirë dhe e krijon një klimë të shëndosh të unitetit funksional brenda LDK-s. Qartë, zoti Salih, faleminderit shumë që gjete kohë të vish kompas se ti elaborojmë krejt o tema. Faleminderit edhe.